Ndërsa sezoni turistik tashmë ka nisur dhe pritet një fluks i lartë turistësh, administrata tatimore do të jetë në terren për të siguruar që të gjithë subjektet turistike të paguajnë detyrimet reale të tyre. Në planin e turizmit të publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve thuhet se do të kryhet monitorimi i nivelit të shfrytëzimit të strukturave akomoduese, si dhe monitorimi mbi baza javore i qarkullimit të tatim paguesve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit, duke përdorur të dhëna nga faturat e fiskalizuara dhe deklaratat tatimore. Një masë e rëndësishme është përcaktimi i pagave referuese për profesion në sektorin e turizmit dhe identifikimi i tatim paguesve me risk, me qëllim deklarimin real të pagesave gjatë kësaj periudhe, kur dihet se ato janë në rritje. Po ashtu, do të mbikëqyret deklarimi i detyrimeve tatimore në përputhje me afatet ligjore, përfshirë TVSH-n, tatimin mbi fitimin dhe tatimin në burim. Një komponent i rëndësishëm do të jetë monitorimi i përmbushjes së detyrimeve tatimore përmes pagesave të kryera dhe identifikimi i rasteve të vonesave në shlyerjen e këtyre detyrimeve. Administrata tatimore do të kryejë analizën e statusit të tatim paguesve në popullat, aktiv pasiv të regjistruar rishtazi, për të identifikuar ndryshimet strukturore në sjelljet fiskale në sektor. Në fokus do të jetë analiza e tatim paguesve me sjellje devijante, të tilla si dorëzimi i deklaratave me vlerë zero, pavarësisht ushtrimit të aktivitetit, rënje e theksuar e xhiros në krahasim me periudhat e mëparshme, vonese përsëritur në përmbushjen e detyrimeve tatimore. Si dhe do të bëhet krahasimi të dhënave fiskale përmes xhiros me faturat e fiskalizuara dhe deklaratave të TVSH-s, qarkullimit mes muajve të njëpasnjëshëm ose mes viteve të njëpasnjëshëm, xhiros të deklaruar dhe numrit të punonjësve dhe përgjegjësisë tatimore për TVSH-n.